Partia Demokratike paraqiti zyrtarisht dy nisma ligjore në kuvend që synojnë uljen e çmimit të naftës. Por qeveria konfirmoi se skema e taksave mbi karburantin nuk do të ndryshojë, duke theksuar se ajo aplikohet edhe në vendet e BE-s. Presidenti Trump kërcënoi Iranin se do të hedhë në erë fushën e gazit pars nëse vijon të godas fqinjët. Shënjestrimi i infrastrukturës energjetike reflektoi direkt të çmimi i naftës, i cili ka fluturuar në mbi $119 për fuqi. 4.000 rrënjë kanabis u zbuluan në një shtëpi në zonën e Peqinit pas një aksionit të policisë. Shtëpia i përket drejtorit burgut të Rogozhinës Bilal Hasa. Ai u pezullua nga detyra dhe u shpall vetë dorëzuan polici në kërkim përgjegjësi OSHE-s për Peqinin. Indeksi i sigurisë e rendit Shqipërinë në vend të 9 në botë. Ai vlerëson më së shumti progresin në forcimin e strukturave përgjegjëse, përmirësimin e mekanizmave të koordinimit dhe reagimin ndaj kërcënimeve në hapësirën digjitale. Pas dy raporteve alarmante për ajrin në Tiranë dhe platforma më e njohur globale për monitorimin e ajrit konfirmon dështimin në menaxhimin e mjedisit në kryeqytet. Nga matjet që realizohen çdo ditë, niveli i grincave është deri në 12 herë më i lartë se normat e OBSH-s. Shqiptarët kanë përmirësuar me 3 vende renditin e tyre në indeksin global të lumturisë për vitin 2026. Më të lumturit në rajon janë qytetarët e Kosovës, të cilët renditen të 16 në botë dhe pas tyre vinë serbët e bosnjakët. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 19:30. Partia Demokratike ka paraqitur zyrtarisht dy nisma ligjore në kuvend, të cilat synojnë uljen e çmimit të naftës, por qeveria konfirmoi se skema e taksave mbi karburantin nuk do të ndryshojë, duke theksuar se ajo aplikohet edhe në vendet e BE-s. Në kushtet kur çmimi i naftës në pikat e tregtimit me pakicë po shënon rritje të përditshme, demokratët propozojnë dy ndërhyrje kryesore ligjore që sipas tyre do të ndikojë drejt për drejt tek konsumatorët. Deputeti demokrat Eno Bozdo ka depozituar në kuvend një propozim për uljen e taksës së qarkullimit në nivelin që ishte në vitin 2013, kur demokratët ikën nga pushteti, si dhe aplikimin e modelit të aksizës së ndryshueshme sipas praktikës që aplikohet në shtetin fqinj në Itali. Zbatimi i këtyre masave do të sillte një ulje të menjëhershme të çmimit të naftës, nga rreth 2.000 lek për litër që shitet sot, në të paktën 1.750 lek për litër. Por Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi, i pyetur pas mbledhjes së qeverisë për propozimin e demokratëve, nuk lë të kuptohet se ai mund të merret parasysh nga qeveria shqiptare. Ne kemi gjykuar dhe vlerësuar që marrja taksës së qarkullimit në pikën e karburantit është mjeti më i mirë, sepse paguajnë më shumë taksë ato që përdorin më shumë mjete. Karakaçi lë të hapur mundësinë për rikthimin e bordit karburanteve, strukturë që për qeverinë u provua si e suksesshme në 2022-shin, pas krizës së çmimeve që u ndikua nga lufta Rusi-Ukrainë. Po presim akoma dinamikat se si do jenë të tregut, patjetër ky bord është aty dhe mund të krijohet me një vendim të Këshillit të Ministrave. Një ditë më parë, kryeministri u takua me sipërmarrësit në fushën e hidrokarbureve, të cilëve ju kërkoi të mos abuzojnë me çmimet, pasi në të kundërt do të rikthejë bordi transparencës që unifikonte me detyrim çmimin e tregtimit naftës në pikat e furnizimit me pakicë. Si pasojë e krizës në lindjen e mesme, çmimi i karburanteve në Shqipëri u rrit këtë të njëjtë me 9 lek për litër, ndërsa në tregjet ndërkombëtare nafta bruto ka shkuar deri në $119 për fuqi. Nuk ka të ndalur rritja e çmimit të naftës dhe benzinës në vendin tonë dhe gjatë ditës së njëjtë në pikat e karburanteve në kryeqytet. Gjatë një vëzhgimi të bërë në shumicën e pikave të shitjes, çmimi i hidrokarbureve varion mesatarisht nga 199 deri në 214 lek, duke pësuar një rritje për rreth 9 lekësh për litër krahasuar me të mërkurën. Prej më shumë se 2 javësh nga nisja e konfliktit në lindjen e mesme, çmimi i naftës dhe benzinës në vendin tonë ka pësuar vetëm rritje në vazhdimsi, ndërsa krahasuar me nivelin e çmimit në tregun me pakicë para nisjes së luftës, rritja e çmimit të hidrokarbureve është drejtuar me rreth 14% më shumë. Kjo rritje në vendin tonë vjen paralelisht me rritjen e çmimit të naftës në tregjet globale, ku sipas agjencisë së lajmeve Reuters, çmimit të naftës të papërpunuar Brent u rritën mbi $119 për fuqitë e njëjtën, pasi Irani sulmoi objektet energjetike në lindjen e mesme. Gjithashtu Reuters bën të ditur se kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me $6.02 ose 5.6% më shumë.
Edhe sipas ekspertëve ndërkombëtar, deri në përfundimin e konfliktit në lindjen e mesme, tregjet globale të naftës do të mbeten të pasigurta. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar Iranin se do të hedhë në erë fushën e gazit Pars nëse vijon pra Iranit të godas fqinjet. Gjithashtu, Trump tha se nuk do të dërgonte trupa ushtarake amerikane në Iran. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të shkatërrojë gjithë fushën iraniane të gazit Pars nëse Teherani hakmerret ndaj sulmit masiv izraelit në të njëjtën zonë një ditë më parë. Trump tha se Shtetet e Bashkuara apo Katari nuk kishin asnjë dieni për sulmin izraelit në fushën e Iranit. Nuk do të bëhen më sulme nga Izraeli ndaj fushës jashtëzakonisht të rëndësishme dhe të vlefshme të South Pars, përveç nëse Irani vendos pa menduar të sulmojë një vend shumë të pafajshëm. Nëse Katari sulmohet përsëri, do ta hedhim në erë të gjithë fushën. Gjatë takimit me kryeministrin e Japonisë në zyrën e tij këtë të njëjtë, shefi i shtëpisë së bardhë përjashtoi mundësinë e një sulmi toksor ndaj Iranit, ndërsa foli edhe për fundin e konfliktit. Nuk do të dërgoj trupa, do të bëj ç'është e mundur për të mbajtur çmime të ulta. Kisha parashikuar një situatë më të keqe, por nuk është edhe aq dhe do të marr fund shumë shpejt. Trump e krahasoi sulmin e befasishëm ndaj Iranit me atë të Pearl Harborit. Si hakmarrje për sulmin ndaj fushës së gazit, Irani goditi me raketa disa objektiva në Izrael, përfshirë edhe rafinerinë e madhe të naftës në Haifa. Për herë të parë, sistemet antiaerore iraniane rrëzuan edhe një avion amerikan F-35, çka u pranua edhe nga vetë Washingtoni. Val sulmesh edhe ndaj infrastrukturës energjetike të vendeve të rajonit, përfshirë fushën më të madhe të gazit në botë në Katar, gjithashtu edhe në Arabinë Saudite. Pas Katarit, edhe ministri i jashtëm saudit reagoi ashpër, duke thënë se vendi i tij rezervon tashmë të drejtën për t'ju kundërpërgjigjur ushtarakisht Iranit. Washington Post hedh dyshime se Irani mund të ketë në plan të ekzekutojë edhe zyrtarët e administratës Trump, ndër të cilët Marco Rubio apo Pete Hegseth, mbi rezidencët e të cilëve u konstatuan dron të dyshimt. Mediat administrojnë se Washingtoni po shqyrton mundësinë e dërgimit të mijëra ushtarëve të tjerë amerikanë në lindjen e mesme për të rivendosur kalimin e sigurt në ngushtisën e Hormuzit, një pikë kyçe për një tupestër e tregtisë botërore të naftës. Rritja e çmimeve të energjisë për shkak të luftës në lindjen e mesme ka vënë në vështirësi të mëdha dhe Bashkimin Evropian, i cili është i varur nga importi i energjisë. Ndërkohë, Italia ka vendosur të ndërhyjë në treg me një paketë masash dhe të ulë çmimin e karburantit me 25 cent për litër. Italia ka miratuar një paket masash për përballimin e situatës së krijuar nga rritja e çmimeve të karburanteve si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Nisma përfshin uljen e çmimit të naftës me 25 cent për litër, kredi tatimore për transportuesit dhe një mekanizëm antispekulim. Ky mekanizëm do të na lejojë të ndalojmë menjëherë rritjet e pajustifikuara dhe të sigurohemi që kompanitë e naftës dhe shitësit me pakicë të ulin çmimet e karburantit në përputhje me rënien e çmimeve globale të naftës bruto. Ndërkaq, liderët e Bashkimit Evropian të mbledhur në Bruksel nuk arritën një marrëveshje për sigurimin e ngushtisës së Hormuzit, madje edhe nën presionin e presidentit amerikan Donald Trump për të ndihmuar në ruajtjen e rrugës ujore strategjike. Disa vende të Bashkimit Evropian argumentuan se Washingtoni nuk u konsultua me Brukselin për këtë luftë, kështu që nuk u takonte atyre të ndërhyrnin në emër të Trumpit. Sipas një diplomati të Bashkimit Evropian, i cili shtoi se udhëheqësit e Unionit thonë se nevojitet një shtensionimin e situatës dhe se nuk kanë ndikim në këtë çështje. Varësia e madhe nga importet e energjisë ka bërë Europën një nga kontinentet më të ekspozuar nga ndalimi i transportit në ngushtisën e Hormuzit, ndërsa çmimi i gazit është rritur me më shumë se 60% që nga nisja e konfliktit 3 javë më parë. Pavarësisht presionit të lartë nga vendet anëtare, kryeministri hungarez Viktor Orban vendosi sërish veto për ndihmën 90 miliardë eurosh të Unionit për Ukrainën, duke kushtëzuar sërish me hapjen e tubacionit Druzhba për importin e naftës nga Rusia, të mbyllur nga Kievi dhe të shndërruar në një mollë sherri mes dy vendeve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shprehet se Shqipëria po ndëshkohet në rrugën e saj të procesit të integrimit për faj të korrupsionit qeveritar. Nga Brukseli, ku mori pjesë në samitin e partive popullore, ai nënvizoi se marrëdhëniet e kryeministrit Rama me ndërkombëtarët janë përmbysur. Sali Berisha doli optimist nga mbështetja europiane që tha se opozita ka marrë në samitin e PPS në Bruksel. Shqipëria e Edi Ramës është bërë famzeze. Mbështetja për opozitën shqiptare bëhet më e madhe dhe masa ndërshkuese për qeverinë vinë në rritje. Një ndër arsyet e përmbysjes së marrëdhënieve sipas tij të kryeministrit me ndërkombëtarët që po ndikojnë në integrimin evropian të shqiptarëve janë dosjet e korrupsionit. Dosja Ballukësh, dosja Rama, dosja Akshës, dosja familjare e Edi Ramës. Edi Rama është në rreth të kuq dhe i pashpres. E tekse tha se sytë e miqve dhe partnerëve ndërkombëtar janë nga Shqipëria.
Qytetarët i ftoi që në 22 mars të vijojnë qendresën e tyre për largimin e atij që e cilëson regjim të Edi Ramës. Të ushtojnë Shqipëri dhe në Europë dhe në botë zëri protestës kërkesave paqësore shqiptare. Gjatë qëndrimit në Bruksel, kryedemokrati tha se kishte njohur përfaqësuesit e parlamentit belg me situatën shqetësuese të manipulimit zgjedhor, krimit të organizuar e korrupsionit, si dhe përqendrimin sipas tij të pushtetit në duart e kryeministrit Rama. Autoritetet belge qëndrojnë fuqishëm për shtetin zgjedhor, darjen e pushteteve, luftën pa kompromis kundër krimit të organizuar. Mos harroni se në sallat e gjyqit të këtij kryeqyteti ka dalë emri Edi Ramës si njeriu që i është bërë dhuratë 600.000 euro ora. Takimet e Berishës vijnë pas samitit të Partive Popullore Europiane, grupim që festoi të mërkurën 50 vjetorin e krijimit. Në raportin e lirisë për vitin 2025, Freedom House, Shqipëria ka fituar 1 pikë duke u renditur e para në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, në këtë dokument theksohet se korrupsioni dhe rishfeti mbeten probleme të mëdha për vendin tonë. Organizata Freedom House me Selina Washington ka publikuar raportin vjetor ku Shqipëria vlerësohet me 69 pikë nga 100 pikë gjithsej, duke e cilësuar vendin tonë pjesërisht të lirë për vitin 2025, edhe pse ka një rritje të vlerësimit me 1 pikë krahasuar me një vit më parë. Në raport theksohet polarizimi i partive politike, ndërsa korrupsioni mbetet ende problem madhor. Shqipëria ka një rekord zgjedhjesh konkurruese, megjithse partitë politike janë shumë të polarizuara dhe shpesh të organizuara rreth personaliteteve kryesore. Liria fetare dhe liria e tubimit në përgjithësi respektohet, korrupsioni dhe rishfeti mbeten probleme të mëdha, megjithse qeveria po punon për të adresuar korrupsionin në gjyqësor. Pas Shqipërisë në renditjen e shteteve të rajonit vjen Mali i Zi me 68 pikë, Maqedonia e Veriut me 67 pikë, Kosova me 61 pikë, Bosnia Hercegovina me 54 pikë, ndërsa Serbia renditet e fundit me 53 pikë. Raporti i Freedom House i titulluar Liria në botë përfshin vlerësime dhe raporte për shtetet mbi të drejtat politike dhe lirit qytetare nga 195 shtete dhe 13 territore në barë botën. Ky raport mbulon zhvillimet nga data 1 janar deri më datë 31 dhjetor të vitit 2025. Sipas raportit, 54 shtete përjetuan përkeqësim të drejtave politike dhe lirive qytetare, ndërsa vetëm 35 shënuan përmirësime. Vetëm 21% e popullsisë së botës jeton në shtete të vlerësuara si të lira, një rënje me 46% që ishte përpara 2 dekadash, thuhet në raportin e Freedom House. Gjykata kushtetuese ka vendosur kalimin në shqyrtim në seancë plenare të kërkesës së 1/5 së deputetëve të Partisë Demokratike që kërkojnë shfuqizimin e votimit nga Parlamenti për zgjedhjen e Endri Shabanit si avokati i popullit. Procedura e ndjekut për opozitën është antikushtetuese, e njëherësh kërkoi pezullimin e Shabanit deri në marrjen e një vendimi nga kjo gjykatë. Endri Shabani u mbështet fillimisht nga deputetët demokrat për këtë kandidatur, por më pas PD deklaroi se kishte tërhequr firmat duke mos e përkrahur. PS e votoi me 85 vota pro kandidaturën e tij si avokati i popullit dhe kjo detyroi opozitën që t'i drejtojë gjykatës kushtetuese. $4.000 rënjë kanabis u zbuluan në një shtëpi në zonën e Peqinit. Shtëpia i përket drejtorit burgut Rogozhinës Bilal Hasa, i cili u vetë dorëzuan në polici duke mohuar akuzat. Këto janë pamjet e ambientit të përshtatur në shtëpi bari në pronësi të drejtorit të burgut të Rogozhinës Bilal Hasa, tashmë të shpallur në kërkim, që shihni edhe në këto foto. Banesa e ndarë në 2 ambientet përshtatura për kultivimin ndodhej në fshatin Kurtaj të njësisë administrative Gjocaj të Peqinit. Në momentin e ndërhyrjes nga forcat e policisë, brenda ambienteve nuk gjendej njeri. Burime pranë grupit hetimit i thanë televizionit Klan se ambienti dyshohet se kishte muaj që ishte përshtatur për kultivim me llamba dhe neon. Disa orë pas shpalljes së kërkim, drejtori i burgut të Rogozhinës Bilal Hasa u paraqit në polici për të dhënë sqarime të plota mbi ngjarjen, ndërsa mësohet se ka hedhur poshtë pretendimet e ngritura, duke deklaruar se nuk ka asnjë lidhje me veprimtarinë e paligjshme të zbuluar në godinë. Ai ka deklaruar se prej disa muajsh nuk ka shkuar në atë objekt dhe se nuk ka patur dieni për ato që mund të ishte ushtruar aty, ndërsa uniformat blu kanë shpallur në kërkim edhe përgjegjësin e OSHE-s Peqin, Ervis Maçi. Për implikimin e zyrtarit ka reaguar edhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve, e cila njofton se Bilal Hasa është pezulluar nga detyra deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes nga organet kompetente.
Indeksi i sigurisë kibernetike e rendit Shqipërinë në vendin e 9 në botë. A i vlerëson më së shumti progresin në forcimin e strukturave përgjithëse, përmirësimin e mekanizmave të koordinimit dhe reagimin ndaj kërcënimeve në hapësirën digjitale. Shqipëria renditet në vendin e 9 mes 144 vendeve të botës për sigurinë kibernetike, sipas indeksit kombëtar të sigurisë kibernetike për vitin 2026. Vendi ynë vlerësohet për progresin në forcimin e strukturave përgjegjëse për sigurinë kibernetike, zhvillimin e politikave dhe strategjive kombëtare, si dhe për përmirësimin e mekanizmave të koordinimit dhe reagimit ndaj kërcënimeve në hapësirën digjitale. Vendin e parë për këtë vit për performancën në këto tregues e zë Çekia. Në vitin 2023 Shqipëria renditet në këtë indeks e 54 dhe një vit më parë në vendin e 15. Indeksi kombëtar për sigurinë kibernetike analizon disa elementë si kornizën ligjore dhe strategjike të çdo vendi sa i takon sigurisë kibernetike. Sa mirë mund të mbrohen shërbimet kritike në sektor si energjia, bankat dhe financat, shëndetësia apo telekomunikacioni. Përfundimet e raportit janë publikuar edhe nga kryeministri Edi Rama në një postim në rrjetet sociale. Pas sulmeve kibernetike të 2022-shit që u morën përsipër nga hakerat e Homeland Justice, të sponsorizuar nga shteti i Iranit, Shqipëria në bashkëpunim me Microsoftin dhe partnerë amerikan dhe europian ndërmori një sër masash për mbrojtjen kibernetike, të cilat janë vlerësuar dhe në raportin e indeksit kombëtar të sigurisë kibernetike. Pas dy raporteve alarmante për cilësinë e ajrit në Tiranë dhe platforma më e njohur globale për monitorimin e ajrit konfirmon dështimin e menaxhimit e mjedisit në kryeqytet. Sipas matjeve që realizohen çdo ditë, niveli i grimcave është deri në 12 herë më i lartë se normat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Harta e kuqe e ndotjes së ajrit ka përfshirë të gjitha arteriet kryesore të Tiranës, ku pluhuri dhe emetimet e gazrave të rrezikshëm të automjeteve kalojnë çdo limit sigurie. Pas kohëplan dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit mbi përkeqësimin e cilësisë së ajrit në kryeqytet, të dhënat e reja të platformës globale World Air Quality Index konfirmojnë një realitet edhe më shqetësues. Monitorimi në kohë reale përmes 9 stacioneve të shpërndarë në pikat kyçe të kryeqytetit nxjerr zbuluar dështimin me menaxhimin e mjedisit në zona si rruga Bardhyl, rruga e Kavajës, ish parku i autobusëve, madje niveli i grimcave të rrezikshme PM2.5 është deri në 12 herë më i lartë se normat strikte të OBSH-s. Një prej stacioneve ndodhet tek shtëpia e Europës në rrugën Papa Gjon Pali 2 dhe po ashtu tregon nivel të lartë ndotje. Nivelet e larta të pranisë të grimcave të pluhurit në ajër shkaktohen kryesisht nga automjetet, ndërtimi dhe industria, por raportet e kohëplan të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit nxjerrin në pa nevojën për shtimin e hapësirave të gjelbër në kryeqytet. E pyetur nga televizioni Klan se sa është shtuar hapësira e gjelbër dhe sa pemë janë mbjell gjatë vitit të fundit, Bashkia e Tiranës vijon të heshtë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka pritur sot mjeshtrin e madh të urdhrit sovran ushtarak të Maltës Fraxhon Dunlap. Gjatë takimit, presidenti i Republikës vlerësoi historinë e suksesshme dhe të frytshme të marrëdhënieve diplomatike me Shqipërisë dhe urdhrit sovran të Maltës si një dëshmi e marrëdhënieve shumë të mira e miqësore. Kjo harmoni, theksoi presidenti Begaj, është një trashëgimi historike për Shqipërinë e cila ka dëshmuar një shembull në këtë drejtim. Shqiptarët kanë përmirësuar me 3 vende renditjen e tyre në indeksin global të lumturisë për vitin 2026. Më të lumturit në rajon janë qytetarët e Kosovës, të cilët renditen të 16 në botë dhe pas tyre vinë serbët e më pas bosnjakët. Shqipëria renditet në vendin e 86 në indeksin global të lumturisë për vitin 2026. Vendi ynë ka shënuar një përmirësim të lehtë nga pozicioni 89 që mbante një vit më parë. Raporti nga rrjeti i zgjidhjeve për zhvillim të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara që bën vlerësimin bazohet në disa elementë: prodhimi i brendshëm bruto për frym, mbështetja sociale, jetëgjatësia shëndetshme, liria për të marrë vendime në jetë, bujaria dhe perceptimi për korrupsionin. Dhe për shqiptarët, faktorët që kanë ndikuar për mosiën shumë të lumtur janë korrupsioni, marrëdhëniet
sociale, pra të mos kesh dikë ku të mbështetesh dhe mungesa e ndjenjes pozitive. Sa i përket grup moshave, të rinj shqiptar janë më të lumtur se para një dekade. Raporti tregon se Shqipëria renditet në vendin e 7 për ndryshimin pozitiv të indeksit tek të rinjt në 25 vjeç, nga 2006 në 2010 dhe 2023 deri në 2025. Në rajon, Kosova është më e lumtura që renditet e 16 në botë, duke u përmirësuar ndjeshëm nga një vit më parë që ishte në vendin e 29. Më pas renditet Serbia, Bosnia-Hercegovina, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Ndërsa në rang global, finlandezët vijojnë të jenë më të lumturit në botë, të ndjekur nga Islanda, Danimarka, Costa Rica, Suedia dhe Norvegjia. Sipas raportit, në përgjithësi, vendet industriale perëndimore janë tani më pak të lumtura se sa ishin në periudhën 2006-2010. Ndërsa në fund të listës renditet edhe këtë vit Afganistani, si vendi më i palumtur në botë. Stërvitja ushtarake e Serbisë pranë kufirit të Kosovës për kryeministrin Albin Kurti është një përpjekje për tension dhe destabilizim të rajonit të Ballkanit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka quajtur tepër shqetësuese stërvitjet e ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën. Bëhet edhe më alarmuese kur kujtojmë se e njëjta njësi ka trajnuar dhe mbështetur grupin e kriminalit Milan Radojić. Ai ka thënë se Serbia po përdor ushtrinë si mjet shantazhi për të mbajtur rajonin e Ballkanit në tension të vazhdueshëm, teksa i ka bërthirrje faktorit të ndërkombëtar që të ndëshkojë këtë qasje destabilizuese të Serbisë. Beogradi po shfrytëzon këtë moment për të sfiduar gatishmërinë e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë dhe në përgjithësi stabilitetin e Ballkanit perëndimor, sipas interesave të Serbisë dhe aleatëve të saj Rusisë dhe Iranit, që duan të kenë trazira, konflikte dhe paqëndrueshmëri gjithandej. Nga misioni i NATO-s në Kosovë KFOR thonë se ishin të njoftuar për stërvitjet e ushtrisë serbe e që sipas tyre nuk përbëjnë kërcënim e as rrezik për sigurinë. Stërvitjet e ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën në territorin e Bujanovcit kanë ngritur shqetësime edhe të qytetarët afër brezit kufitar dhe të shqiptarët e Luginës. Marka e njohur italiane e Lube Cucine bëhet pjesë e tregut shqiptar përmes Maga Showroom. Ajo sjell dizajnin dhe estetikën bashkëkohore në një gamë të gjerë zgjedhjesh që i përshtaten më së miri stilit modern të jetesës. Një nga markat më të njohura italiane të kuzhinave, Lube Cucine, prezantohet zyrtarisht në Mag Showroom. Ky bashkëpunim shënon një hap të rëndësishëm në sjelljen më pranë tregut shqiptar të dizajnit dhe inovacionit italian, e njohur për cilësinë, funksionalitetin dhe estetikën bashkëkohore. Lube Cucine ofron një gamë të gjerë zgjidhjesh që i përshtaten stilit modern të jetesës. Lube në Itali është një nga markat kryesore të kuzhinave dhe ne kemi zgjedhur Mag sepse është numër 1 në tregun shqiptar dhe është një partner i rëndësishëm për të sjellë një industri të suksesshme këtu në Shqipëri. E vendosur në një hapësirë prej 5000 m2, Mag Design Art Living vazhdon të pozicionohet si një pikë referimi për arkitekturën, dizajnin e interierit dhe jetesën premium. Lube është një nga brandet më të mëdha të kuzhinave në Itali dhe mbar botën. Mag ka një showroom prej 5000 m2 me rreth 30 brande të ndryshme përveç Lubes, që i dedikohet artit, dizajnit, të bukurës dhe çdo gjë që ka lidhje me interierin. Mag është një showroom premium dhe platformë kulturore në Tiranë. Në bujarinë dhe mirësinë e hapësirës Mag, neve po sjellim në një kënd të Tiranës ato çfarë në fakt shpeshherë qendra vjen në periferi dhe në këtë rast jemi bërë qendër. Me mbi 30 marka ndërkombëtare, Mag mbetet një destinacion referimi për arkitekt, zhvillues, koleksionist dhe klient me standarde të larta. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj ju falenderit për vëmendjen. Mirupafshim.